Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për të vendosur masa të përkohshme ndaj dekretit të saj për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Duke komentuar situatën, Osmani deklaroi se çdo vendim i saj është të marrë duke bazuar në interesin publik dhe në respektimin e kushtetutës. Ajo pranoi se askush nuk është i pagabueshëm, duke theksuar se edhe institucionet e tjera më parë kanë pasur raste të shkeljeve kushtetuese. Sipas saj, vendimi për shpërndarjen e Kuvendit është një hap që erdhi pas bllokimit institucional dhe dështimit për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Dekreti për shpërndarjen e Kuvendit nxori një ditë pas zhvillimit të një seance të jashtëzakonshme ku nuk arriti korumi i nevojshëm për zgjedhjen e presidentit të ri. Situata krijoi një ngërç politik që sipas Osmanit kërkonte zgjidhje institucionale. Presidentja hodhi poshtë gjithashtu pretendimet se kishte refuzuar nënshkrimet nga lëvizja vetëvendosje për kandidaturën e saj. Sipas saj, kjo forcë politike i kishte propozuar që të hynte në garë vetëm formalisht, si kundër kandidate e Glau Konjufskës. Osmani shtoi se vetë kryeministri Albin Kurti kishte komunikuar më herët se nuk kishte mbështetjen e plotë të kësaj partie për kandidaturën e saj. Ajo deklaroi gjithashtu se ndërsa i kërkoi të punonte me opozitën për të siguruar votat e nevojshme, në të njëjtën kohë zhvilloheshin negociata për kandidatë të tjerë pa dijenin e saj. Sipas presidentes, kjo situatë ka krijuar një klim të vështirë politike dhe ka thelluar përplasjet mes institucioneve, ndërsa vendimi i saj synonte të zgjidhte ngërçin dhe të kthente funksionimin normal të institucioneve në vend.